Komandanti i misionit paqëruesës të NATO-s në Kosovë, KFOR, general majori Uskan Ulutash, tha se komunikimet e rregullta me ushtrinë serbe janë të rëndësishme për të parandaluar çdo përshkallëzim të mundshëm. Ulutash i bëri deklaratat pas vizitës në Serbi, ku u takua me kreun e ushtrisë serbe, generalin Milan Mojsilović. Komunikimet e rregullta dhe të hampura mes KFOR-it dhe forcave të armatosura të Serbisë janë vitale për të adresuar zhvillimet e rëndësishme e për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm të përshkallëzimit në kohën e duhur, në mënyrë transparente dhe konstruktive. Javët dhe muajt në vijim unë do të bëj pjesën time për të siguruar që të vazhdojmë të shfrytëzojmë sa më mirë këto komunikime të rregullta, tha Ulutash në një deklaratë. Edhe gjatë mandatit të parë të tij në krye të KFOR-it, Ulutash kishte vizituar Beogradin. Ai falenderoi për mikpritjen Mojsilović, me të cilin tha se kishte zhvilluar një bashkëpunim të hapur dhe frytëdhënës gjatë mandatit të tij të parë në krye të KFOR-it. Kreu i KFOR-it tha se misioni është i angazhuar për të ofruar siguri që mundson krijimin e kushteve të nevojshme për dialog politik. NATO edhe përmes punës së përditshme të KFOR-it vazhdon të mbështesë dialogun e lehtësuar nga BE mes Prishtinës dhe Beogradit si kornizë për të adresuar çështjet e mbetura me qëllim që të përfitojnë të gjithë njerëzit, tha Ulutash. Sipas general-majorit Ulutash, ky mision për çerek shekulli ka luajtur një rol kyç në ruajtjen e paqes dhe duke ofruar siguri për të gjithë qytetarët në Kosovë. Siguria në rajon, sipas general-majorit turk, është e lidhur me sigurinë e Evropës dhe atë në mbar zonën euroatlantike. General-majori turk u rikthye në drejtimin e KFOR-it në tetor. Mandati i parë një vjeçari Ulutash në krye të KFOR-it nisi në tetor 2023 dhe përfundoi në tetor të vitit pasues. KFOR-i është reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë pas Policisë së Kosovës dhe Misionit Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. KFOR-i veç të tjerash është përgjegjës për sigurinë në vijën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë.